Godet Xheneta Fetau publikon përgjime telefonike me Drilonin ku ai kërkon të dalë me të natën vonë dhe thotë se nuk ka interesim për Sarën. 3 muaj pas përfundimit të spektaklit të Big Brother VIP Kosova, një skandal ka tronditur sërish rrjetin social. Finalistja Xheneta Fetau ka publikuar disa biseda telefonike të incizuara me Drilon Ramën, fituesin e këtij edicioni, duke akuzuar atë për sjellje të pandershme dhe kërcënime. Në audiopërgjimet e publikuara, Driloni dëgjohet duke i kërkuar takim Xhenetës në orët e vona të natës, duke lënë të kuptohet se ka një prirje flirti me të. Për më tepër, ai shprehet se nuk ka më interes për Sarën, vajzën me të cilën krijoi një lidhje brenda shtëpisë së Big Brother VIP 3. E kjo, si të mos mjaftonte për publikun, është postuar vetëm një ditë pas ditëlindjes së Sarës, ku dhe Driloni ishte i pranishëm në festën e saj. Në një pjesë të audios, Driloni drejtohet Xhenetës me fjalët: "S'kam takuar askënd nga Bigu sepse s'duhet të merrem me askënd më përveç teje Xhenet. A duhet me ardh me të pyet? Qysh bre Xhenet s'po del në takim, po du me të pa live, jo vetëm me ta ngjuë zanin. Me të kallzu drejt m'ka marrë malli për ty." Teksa sipas Xhenetës, ajo vendosi t'i publikoj këto incizime pasi ishte kërcënuar nga Driloni dhe menaxheri i vet. Ajo nuk dha detaje për natyrën e kërcënimeve, por theksoi se dëshironte të mbrojej e të tregonte të vërtetën për sjelljen e boksierit pas përfundimit të spektaklit. Ajo gjithashtu shtoi se Driloni ka pasur këto kontakte në Snapchat për t'i fshehur. Megjithatë, ajo tha se nuk ka rënë pre e Drilonit. Nga ana tjetër, Driloni doli me një reagim publik pas këtyre